Atëherë, për sa i përket teorisë së evolucionit, mos të harrojmë pikë së pari që është teori. Pra nuk është faktik. Edhe në shkolla kemi mësuar që është teoria e evolucionit. Pra, të gjithë edhe vetë shkencëtarët nuk thonë për shembull evolucioni, nuk e etiketojnë si fakt të kryer, po thonë teoria e evolucionit. Dhe çfarë mund të kuptojmë nga kjo gjë është që si është teoria e evolucionit, ka shumë teori të tjera sot në botë, mbi origjinën e jetës, të universit e të tjera me radhë. Por fakti që evolucioni përmendet më tepër se të tjerat, është sepse vazhdon të mbetet këndvështrimi mbizotërues. Pra krahas çdo teorie tjetër, teoria e evolucionit mbizotëron. Pra gjithmonë në lidhje me origjinën e jetës ose me origjinën e universit. Dhe mbizotëron në fakt vetëm në komunitetin shkencor dhe në komunitetin edukativ, pra ata arsimor, flasim për botën e sotme. Por njerëzit shpirtëror, besimtarët e rilindur nga lart, në rastin konkret të krishterët pra që besojnë tek Bibla dhe vetëm te Bibla, që është fjala e Zotit, në lidhje me evolucionin, duhet të vënë re këto 4 pika kryesore, që mund t'i përmendim në lidhje me një ndërmjetësim më konkret. Së pari, ajo që mund të kuptojmë është që evolucioni është një përpjekje naturaliste, le ta quajmë, e skaluarës, për të vërtetuar origjinën dhe zhvillimin e gjithësisë. Pra nuk është një përpjekje shpirtërore ose një pikpamje kristiane. Është pikpamje naturaliste, pra. Ky këndvështrim, në fakt që kur është nisur, fillon me supozimin se krijuesi hyjnor, pra Perëndia, që është hyjnor dhe personal, sikurse e tham, i cili krijoi dhe dha formë botës, ata thonë që nuk ekziston. Pra nuk ka një krijues hyjnor dhe personal. Dhe duke qenë se Perëndia nuk ekziston, për më tepër gjithçka që ne shohim, që ne njohim, gjithë ky univers, erdhi në ekzistencë sipas tyre në një seri ndodhish të rastësishme përgjatë miliarda vitesh sipas tyre. Pra është thjesht një aksident, një rastësi që ekziston gjithçka, domethënë. Pra gjithçka ka ardhur si thua nga hiçi. Dhe ç'a ndodh domethënë? Këta le të themi, si ti quajmë, i tharë të evolucionit, që besojnë evolucionin si një gjë të vërtetë, pretendojnë gjithashtu që kanë të dhëna shkencore që mbështesin hipotezën e tyre. Dhe le të kalojmë te pika e dytë për ta përforcuar këtë gjë dhe për të bërë një lloj analize. Çfarë mund të kuptojmë është që mësimi mbi evolucionin në fakt, pra flasim në mënyrë faktike, nuk është në të vërtetë shkencor. Pra nuk është mësim shkencor evolucioni. Thamë është teori. Pra shkencërisht, nëse bëni dhe ulëmtimet tuaja, do shikoni që në aspektin shkencor evolucioni nuk hyn si një mësim shkencor. Pse? Sepse sipas metodës shkencore, të gjitha përfundimet në mënyrë që të quhen shkencore duhet të mbështeten në prova të padiskutueshme. Dhe provat e padiskutueshme janë ato që janë mbledhur së pari nga eksperimente laboratorike, që mund të zhvillohen pra në këto kushte që tham laboratorike dhe ta faktojnë këtë teori. Dhe nga të gjithë historisë, që nga koha e babait të kësaj teorie që është Charles Darwin, pra një ateist, që nuk besonte te Zoti dhe normalisht hodhi këtë ide, gjatë gjithë historisë së tij, prej Darwinit deri më sot që flasim, që është shekulli i këtij zhvillimi kaq të madh shkencor, nuk ka pasur as edhe një eksperiment shkencor që të provojë teoritë në lidhje, le të themi së pari me origjinën e lëndës, që sipas evolucionistëve, për shembull një Big Bang, pa i shpërtimi i marrë Big Bangu, apo mund të ketë krijuar gjithësinë, apo një zhvillim, le të themi, gradual i gjallësave nga format më të thjeshta në ato më komplekset. Pra nuk ka asnjë eksperiment që të ketë faktuar Big Bangun edhe evolucionin e gjallësës nga një larvë që bëhet kafshë, nga një kafshë që bëhet
një kafshë më e avancuar deri tek njeriu, pra njeriu që vjen nga larva. Kjo nuk është faktuar dhe nuk vazhdon të faktohet dot në kushte shkencore. Dhe ç'mund të themi? Mund të themi që rrjedhimisht, vetëm në mënyrë shkencore po flasim, evolucioni shkencërisht mbetet një hipotezë pa prova shkencore. Prandaj që dikush ta pranoj teorinë e evolucionit, duhet të ketë besim në këtë teori njerëzore. Pra nuk e pranon dot shkencërisht, po vetëm po ta besoj, siç e beson një feje. Më kuptoni? Kështu që ata që i besojnë evolucionit janë një farë mënyre fetar të evolucionit. Nuk mund të quhen shkencëtar sepse shkencërisht thamë që është i pafaktuar, që prej kohës së Darwinit, 10 vite më parë deri më sot që flasim. Ndërsa besimi i njerëzve shpirtëror, njerëzve të Perëndis, në rastin konkret dhe besimtarëve të krishterë, nga ana tjetër, mbështet idenë në Zotin dhe në zbulesën e tij të frymëzuar, që Zoti ja ka dhënë njerëzve, profetëve, apostujve, e cila tregon që është Zoti, pra Perëndia, që i krijoi të gjitha gjërat nga hiçi. Kjo na thuhet Hebrejve 11:3 për shembull, nëse doni ta lexoni në Biblat tuaja. Këtë mund të besojnë ata që janë të rilindur dhe që jetojnë shpirtërisht. Së treti, në fakt është çfarë mund të njohim nga Bibla si diçka që pajtohet deri në farmase me evolucionin, është pikërisht fakti i pamohueshëm se brenda llojeve të ndryshme të gjallësave ndodh një ndryshim dhe ndodh një zhvillim. Pra ka gjallësa për brenda llojeve të tyre që me kalimin e kohës zhvillohen dhe ndryshojnë tiparet e tyre, duke u përshtatur me kohën, duke u përshtatur me terrenin e kështu me radhë. Për shembull, ne dimë që disa lloje speciesh po zhduken sot në planeti, janë specie në zhdukje. Nga ana tjetër, ndonjëherë shohim të dalin forma të reja gjallësash për brenda llojet, por ama sado që gjallësat, si thua, ndryshojnë brenda llojit, nuk ekzistojnë prova, në fakt as edhe në regjistrimet gjeologjike, që të mbështesin teorinë se një gjallës ka evoluar nga një formë në një formë tjetër. Për shembull, siç thonë disa evolucionistë që njeriu ka evoluar nga majmuni. Pra kemi një gjallës që është majmuni, kemi një gjallës tjetër që është njeriu, dhe shumë thonë që njeriu ka evoluar nga majmuni, kurse majmuni ka evoluar nga një bretkos, për shembull, dhe kështu me radhë. Kjo është diçka e pafaktuar shkencërisht dhe që nuk bën fare sens në aspektin faktik. Madje përkundrazi, të gjitha provat shkencore vetëm sa mbështesin teorinë biblike se Perëndia i krijoi të gjitha gjallësat sipas llojit të vet. Kjo na thotë Zanafilla 1:21, Zanafilla 24:25, pra që Perëndia i krijoi të gjitha gjallësat sipas llojit të vet. Dhe brenda llojit ato avancojnë, por jo të kalojnë nga një lloj te lloji tjetër, siç thon i tharët e teorisë së evolucionit. Por në fakt, krahas teorisë së evolucionit, ekziston edhe një teori tjetër e quajtur evolucioni teistik. Dhe në fakt, kjo teori përshtat shumicën e përfundimeve të evolucionit naturalist, pra të teorisë së evolucionit, duke shtuar se Perëndia e nisi këtë proces të evolucionit. Dhe në fakt, kjo teori është po aq në fakt e rreme dhe po aq jo shkencore sa teoria e parë, po vetëm sa i shton këtu shkakun, që thon, le të themi Perëndia krijoi Big Bangun, në Big Bangu ndodhi kjo rasti aksident, dhe në ky aksident filloi të ndodhte ky kaos, dhe nga ky kaos u vu një farë rregulli vetvete, domethënë, pa veprimtarinë e Perëndisë te krijimi i tij. Dhe në fakt një teori e tillë për gjithë ata që janë të krishterë dhe që njohin mirë Biblën, pra shkrimin e shenjtë, e kuptojnë fare lehtësisht që një teori e tillë mohon zbulesën biblike që pranon rolin aktiv të Perëndisë në gjithë aspektet e krijimit. Ne të krishterë nuk besojmë që Perëndia është i panjohur ose
ka krijuar le të themi botën dhe e ka lënë të lirë kështu, të bëhet çfarë të bëhet. Jo të krishterët e shohin nga shkrimi i shenjtë sikurse dhe me dëshmitë e jetës së tyre, me ato që Perëndia ka zbuluar në jetën e tyre, me ato që kanë parë të ndodhin në jetën e tyre pasi kanë rilindur nga fryma e shenjtë, që Perëndia është aktiv në jetën e tyre. Pra ata kanë një marrëdhënie me Perëndin. Të krishterët shohin si lutjet e tyre plotësohen, si Perëndia i përgjigjet lutjeve të tyre, si Perëndia i jep shenja, si Perëndia i hap mundësi në jetën e tyre, në punët e tyre. Pra Perëndia vepron, është i gjallë në çdo moment. Nuk ka se si Perëndia të jetë jo aktiv. Pra të krijojë gjithësinë edhe ta lërë ashtu. Ndryshe ky Perëndi nuk e dashuron krijimin e tij. Dhe nuk është dashuri siç na jep Shkrimi i Shenjtë. Për shembull, çdo folje kryesore të librit Zanafillës që ne ju referuam, veçanërisht e Zanafilla 1, që është kapitulli i parë, ka Perëndin si kryefjalën e saj. Për shembull, thot Perëndia tha le të bëhet ditë dhe u bë ditë. Pra Perëndia është iniciatori. Ai është vetë jeta, vetë forca që e mban gjithçka në jetë dhe nuk mund të jetë dot pasiv në krijimin e tij. Pra Perëndia tha nuk është një mbikëqyrës pasiv i procesit të evolucionit, sikurse thon hithtarët e teorisë evolucionit teistik. Pra sado që ata i kanë vënë Perëndin teorisë evolucionit, nuk mund të përputhet dot evolucioni me Perëndin. Si thuash akullore pjekur. Pra nuk piqet dot akullore. Akullore është e ftohtë, nuk është për të vënë në furr. Pra janë dy nocione që nuk lidhen dot, sepse Perëndia thamë është aktiv, ai kujdeset për krijimin e tij, do të kujdeset për çdo krijesë të tij, të Shkrimi i Shenjtë na e thot qartazi, përveç shkrimit thanë dhe vetë jeta jon, e dëshmon këtë gjë. Flasim për besimtarët e rilindur, po edhe ata që nuk besojnë, duhet kuptojmë që Perëndia i mban jetë dhe Perëndia kujdeset. Dhe për më tepër ai është krijuesi aktiv i të gjitha gjërave, siç na thotë Shkrimi i Shenjtë. Këto miq, uroj që këto tema të jenë bekim për ju, t'ju afrojnë sa më tepër me dashurinë e Perëndisë dhe me të vërtetën, sepse na thuhet që do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Pashë një ditë bekuar në Zotin dhe paqja me ju.